Të përbashkuar me një dëshirë një qëllim. Me himnin kombëtar ka nisur pas ditën e SHN-s protesta e qytetarëve të Vlorës, ambientalistëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile në sheshin e Flamurit. Tubimi organizua si një reagim kundër projekteve të zhvillimit që parashikohen në zonën e Zvërnecit dhe në territore të tjera të mbrojtura natyrore, të cilat sipas protestuesve rrezikojnë të dëmtojnë ekosistemet dhe pasurinë natyrore të Bregdetit të Vlorës. Pjesëmarrësit mbanin pankarta dhe mesazhe sensibilizuese në mbrojtje të natyrës, ndërsa kërkuan që institucionet shtetërore të rishikojnë planet e ndërtimit dhe të tregojnë më shumë kujdes ndaj zonave që konsiderohen pasuri kombëtare. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik dhe turistik nuk duhet të vijë në kurriz të mjedisit, por të ecë paralelisht me ruajtjen e vlerave natyrore që e bëjnë zonën e Vlorës unike. Në fjalën e tij, ambientalisti Lavdosh Feruni theksoi se reagimi qytetar është i domosdoshëm për të mbrojtur zonat e mbrojtura dhe për të penguar realizimin e projekteve që sipas tij mund të sjellin pasoja të pakthyeshme për mjedisin. Feruni u shpreh se nëse qytetarët nuk ngrejnë zërin dhe nuk ushtrojnë presion publik ndaj institucioneve, projektet e planifikuara do të vijojnë të zbatohen. Ai theksoi se mbrojtja e natyrës nuk është një çështje që prek vetëm ambientalistët, por çdo qytetar i cili dëshiron të ruajë trashëgiminë natyrore për brezat e ardhshëm. Nësa thamë e deri në pyllën e satës, ky lloj pushtimi është evident, është me marrëveshje. Dhe marrëveshjet janë të tilla që nëse nuk ka një reagim ato mund të realizohen kanë edhe një lloj qeverisje të tillë që kemi deri tani. Prandaj mendoj që Vlora duhet vazhdojë me insistim që të kundërshtojë këtë lloj situate të jashtëzakonshme që është e tillë jo vetëm për Vlorën, por për gjithë Shqipërinë. Protestuesit kërkuan reflektim nga qeveria dhe në mënyrë të veçantë nga kryeministri Edi Rama, duke kërkuar që vendimarrja për projekte të tilla të shoqërohet me transparencë, konsultime publike dhe respektim të legjislacionit mjedisor. Ata shprehën shqetësimin se zhvillimi i pakontrolluar në zona me status të veçantë mbrojtjeje mund të cënojë biodiversitetin, peizazhin natyror dhe potencialin afatgjat turistik të rajonit. Një moment i veçantë i protestës ishte edhe pjesëmarrja të rinjve, të cilët morën fjalën për të ndarë shqetësimet e tyre mbi të ardhmen. Ata deklaruan se përveç problemeve mjedisore, Shqipëria po përballet edhe me sfida të mëdha sociale dhe ekonomike, të cilat po i shtyjnë të rinjt të mendojë largimin nga vendi. Një prej të rinjve pjesëmarrës në protestë tha se shumë bashkëmoshqatar të tij po zgjedhin emigrimin për shkak të mungesës së perspektivës, mundësive të kufizuara për punësim dhe ndjenjës se zëri i tyre nuk dëgjohet. Sipas tij, ruajtja e mjedisit dhe krijimi i kushteve më të mira të jetesës janë dy çështje që lidhen ngushtë me njëra tjetrën, pasi të rinjt duan të ndërtojnë të ardhmen e tyre në një vend i cili ofron siguri, zhvillim dhe respekt për pasuritë publike. Të rinjët e reja vitin një kombi dhe mua të shpejti të më duhet të marrë me kurbetit. Gjatë protestës u bën thirrje për vijimin e reagimit qytetar dhe për organizimin e aktiviteteve të tjera sensibilizuese në mbrojtje të mjedisit. Organizatorët deklaruan se do të vazhdojnë të ndjekin nga afër zhvillimet që lidhen me projektet në zonën e Zvërnecit dhe do të kërkojnë dialog me institucionet përgjegjëse.